Veprimtari Halil Geci ka publikuar një video të aktivistit të LDK-s nga Mitrovica Ramadani Strefi, duke kritikuar ashpër politikanët që kërcënojnë kryeministrin Albin Kurti dhe përbuzin integritetin e Kosovës. Në veri, i Strefi quan këta politikan rrugaç dhe hajnë, duke theksuar se veprimet e tyre kanë dëmtuar vendin dhe favorizuar interesat e huaja. Geci u bën thirrje opozitës dhe LDK-s që të dëgjojnë mesazhin dhe të reflektojnë mbi qëndrimet e tyre ndaj veriut. Në vijim postimi i tij plot: Ju të rrugës së re, mos luani me atë, dëgjojeni Ramadani Strefin, zë nga veriu që nuk mund të injorohet, dëgjojeni me vëmendje këtë video. Këtu nuk janë fjalë të rastit, por fjalë të një aktivisti të LDK-s nga Mitrovica, Ramadani Strefi, i cili flet nga përvoja dhe nga realiteti i veriut të Kosovës. Këto video duhet të dëgjojë opozita e sidomos LDK-ja, por edhe të gjithë ata që sot shtiren si patriot, ndërsa dje thoshin se veriu nuk është Kosovë. Dëgjojeni, o ju me ndërmdhenjë general kakat që kërcënoni kryeministrin me gjuhë dhune, me rrahje dhe zvarritje, ju që Albin Kurtin e quani Cernagor dhe thoni kin se ai s'ka asnjë varr në Kosovë, ndërsa ju pas keni. Kjo gjuha juaja e rrugaçëve të rrugës nuk është as trimëria as abde dashuri. Ajo që thoni ju është thjesht një puthje bythe që e bëni, por s'keni byth ta bëni. Me këtë fjalë, po mundoheni të friksoni Albinin, por këti Albini as që ja ha kalemi për ju. Ju me veprimet tuaja, hajnit dhe poshtërsit e keni shkatruar Kosovën dhe e keni shitur veriun. Dje ishit bith e shtjerët, sot jeni bërë milioner. Ju që kërcënoni Kurtin e Shani e quani tradhtar rus, grek, vetëm se ai e ktheu Mitrovicën, që ju dje ja jetësua tamanetin në Rankovicit. E Shani vetëm se Albini u aprishi kumbarin dhe bizneset me Serbin, ju që e plut Rusin mbyur në Ibrit, kini arsye të Shani se kufirin Kurti e zbriti në Rashk.